Rikthehemi përsëri tek filmi Dua i Blerta Bashollit, i cili është propozuar për Akademinë e Çmimeve Oscars 2027. Ashtu siç e përmenda edhe më herët, do të flasim me Lum Qitakun, drejtor i programeve në Qendrën Kinematografike të Kosovës. Lum, faleminderit shumë që pranua të jeni pjesë e emisionit. Me shumë dëshirë, faleminderit. Po vini me një lajm të mirë. Kosova po garon këtë vit në Oscars, në fakt propozoi film për Oscar. E që është përzgjedhur pra filmi i Duas, a çfarë rëndësie ka kjo për kinematografinë e Kosovës? Po, gara e Oscars është një prej garave më të rëndësishme, për të mos thënë më e rëndësishmja, për shkak që ka vëmendjen më të madhe të industrisë të filmit, e posaçërisht Hollywoodi edhe Amerika veriore, është ngjarje që përcillet prej qindra miliona shikuesve, po njëkohësisht në kontekst të industrisë ka rëndësi shumë të madhe, e posaçërisht për Kosovën, një shtet i vogël, këtë herë po e dërgojmë një film zyrtarisht, siç quhet Kosovo Entry for the Oscars, për shkak që çdo shtet në botë ka drejt ta dërgojë një film propozim të tyre që të konsiderohet për garën kryesore në këtë kontekst. E Dua është një film që kemi besimin e plot që do të na përfaqësoj denjësisht. Ka qenë pjesë e Semandula Kritik në Cannes, që po ashtu është sukses shumë i madh. Tash në maj këtë pranverë që e kaluam, ku edhe fitoi çmim, edhe u pret shumë mirë nga publiku edhe nga kritikët francezë, posaçërisht kjo Semandula Kritik përçan një rëndësi për shkak që shumë kritik i shiqojnë regjisorët në ardhje, talentet e ri, që e kanë filmin e parë ose dytë, edhe për atë arsye të kesh kritik pozitive, edhe do me thënë se prej këtij programi të festivalit Cannes është një arritje shumë e madhe. Kështu që kjo është hapi i parë, pastaj përveç Cannes Dua veç vazhdon si gjithë filmat e tjerë që kanë premier në një festival të rëndësishëm, siç është Cannes ose festivalet tjera të kategorisë A, vazhdojnë me xhiron e tyre në festivalet tjera në Evropë dhe botë, do të jetë një xhiro e gjatë edhe intenzive. Tash në gusht do ta kemi edhe premierën regionale në festivalin e Sarajevës, po ashtu festival shumë i rëndësishëm, e në shtator do ta kemi premierën kombëtare, premierën në Kosovë të filmit Dua. Mezi po e presim. Komiteti Përzgjedhës ka vlerësuar filmin e Duas për guximin artistik që ka pasur dhe për formën e pasqyrimit të realitetit që ka qenë gjatë periudhës së luftës, për një këndvështrimi të një vajze që është më e re, adoleshente. A ishin pikërisht këto elementet të cilat e bën këtë film që të propozohej për Oscar? Po, si ndërmarrje artistike dhe regjisoriale është mjaft e guximshme, siç e ka cek komisioni përzgjedhës, komiteti përzgjedhës, sepse ta tregosh një histori përmes perspektivës së një miture, një të miture është mjaft e ndërlikuar, ka shumë implikime etike të perspektivës, edhe sidomos ta përfaqësosh edhe të tregosh një pjesë të rëndësishme të historisë të Kosovës përmes asaj perspektive, është ndërmarrje ambicioze dhe serioze, cilën Blerta Basholli e ka arrit me shumë sukses. Normalisht këtu aktorja Pinea Matoshi ka bërë një punë jashtëzakonisht mbreslënse në aktrim, kështu që të gjitha elementet e një filmi të arritur janë aty. Normalisht që këtë vit nuk ka pas diskutim në kontekst të aplikuesve në kuadër të garës së Kosovës, se ne kemi një thirrje të hapur për filmat që janë të interesuar dhe që i plotësojnë kushtet në secilin vit,
Kosova ka të drejtën të propozoj ose të mos propozoj film, edhe në rastet e aplikimit të një ose më shumë filmave. Kjo është në diskrecionin e komitetit selektues, këtë gjë ja beson institucioni kryesori i filmit komitetin cilin e përzgjedh, edhe pastaj në bazë të shumë kritereve shiqohet edhe natyra e garës, natyra e platformës së Oscar si platformë e kinemas. Kështu që këtë vit nuk ka pasur dyshim që do të dërgohet dua si përfaqësim i Kosovës në këtë garë. Edhe kur kanë lisë zgjerimet, ashtu është bërë, ka bërë këgja buj, kështu me sa e kujtoj. Përpos duas, ka edhe filma tjerë të cilët kanë kurrë sukses gjithashtu në ndërkombëtarisht. Bëhet fjalë edhe për filmin Shame and Money. Po, në këtë vit është vit i veçantë në raport të Kosovës me garën e Oscars, të Akademisë Oscars, për shkak që është hera e parë në historinë prej që dërgojmë filma që 10 vite që i kemi 2 filma. Nuk i kemi 2 filma për shkak që i kemi propozu 2 filma, se cili shtet mund ta propozoj vetëm një film, po fatmirësisht këtë vit, bashkë këtë vit, kur i kishim 2 filma shumë të arritur artistikisht, ndodhi që Akademia Oscars për herë të parë, për ta diversifikuar dhe për t'i hap dyert më shumë për më shumë prurje në këtë garë, ka vendosur që të kualifikoj me automatizëm filmat që e fitojnë çmimin kryesor në 6 festivalet më të rëndësishme në botë, e këtu është Sundance, Cannes, Venediku, Berlinalia, Toronto edhe Busan, që është në Korenë Jugore. Shame and Money e ka fitu Grand Jury Prize, çmimin kryesor të Sundance këtë janar, kështu që kjo e dërgoj automatikisht në këtë garë, edhe ne si institucioni filmit kemi qenë në bisedat vazhdueshme me ekipet e filmit, me autorët, me producentët, se si t'ja bëjmë këtë vit që i kemi 2 filma dhe pastaj e kuptuam që si me pas porosit Akademinë këtë vit e ndryshoj këtë rregull që na mundsoj që t'jemi të përfaqësuar prej 2 filmave. Kështu që është një vit jashtëzakonisht i suksesshëm, edhe që tash sidomos prej fillimit shtatorit e tutje do ta përcjellim e do t'i mbështesim këta 2 filma në garë. Një rol shumë të rëndësishëm në kurrin e suksesit të këtyre filmave, padyshim që e luani edhe ju si Qendër Kinematografike e Kosovës, të cilët i mbështetni ju këta filma. Po, do të thonë, përveç që këta filma përzgjedhen kur fillojnë të zhvillohen, para se të xhirohen, përveç që i mbështesim, i përzgjedhim nga jurit vlerësuese për produksion, për prodhim, si rasti Shame and Money, që është përzgjedh në konkursin e vitit 2022, po ashtu edhe dua në konkursin e vitit 2024. Ne i mbështesim edhe në fazën e promovimit, për gjatë shkuarjes në festival, në premier, ekipet e filmit që t'jenë prezent atje, po ashtu në rastet si që janë akademit, si që janë çmimet e rëndësishme botërore, ne po ashtu i mbështesim në promovim në këtë kontekst, për shkak që pa marrë parasysh kualitetit dhe arritjes artistike të një vepre filmike, është shumë i rëndësishëm vëmendja, sidomos në garën e Oscars, gjithçka sillet rreth vëmendjes, se ne duhet që ata mira votues, antarë të Akademisë të Oscars, ta dinë filmin, të dëshirojnë ta shohin, të dëgjojnë për atë film, edhe pastaj normalisht kjo e ka efektin e vet, edhe është një strategji në veti se si promovohet, mirë po duhen edhe fonde për cilat sa herë kemi pas film që kemi propozu, Qendra Kinematografike në bashkëpunim me hierarkinë institucionale, Ministrinë e Kulturës, qeverin, ka nda fonde që
ky promovim të bëhet sa më denjësisht në kuadër të mundësive të buxhetit të Kosovës. Kur jemi tek promovimi, edhe filmat më të mëdhenj më shumë kanë buxhet për me promovu, se sa që vetë kushton filmin në përgjithësi, kështu që normalisht që besoj që do t'jetë edhe efektiv. A mundet me qenë dua filmi i radhës që Kosovën e sjell në listën e nominimeve për Oscar? Unë mendoj që shansat janë shumë të mëdha, për shkak që edhe dua, edhe Shame and Money, dua në këtë rast është një lloj i mënyrës të treguarit të storjes, po edhe vetë storja që ka ndërthur, mendoj që rezonon shumë me çka kjo garë zakonisht ka prirje të doje të promovoj në platformën e vetë. Po ashtu edhe Shame and Money është një kritik e hiperkapitalizmit, është temë normalisht lokale me karaktere që i njohim në përditshmërinë tonë, por që është po ashtu shumë universale. Kështu që mendoj që të dy filmat kanë shansë shumë të madhe në këtë garë. Qysh do qoftë, pa marrë parasysh se a do të arrijnë të nominohen, a do të kalojnë listën e ngushtë e pastaj edhe nominimin njërin prej pak filmave që shkojnë në natën finale, mendoj që mbështetja është shumë e rëndësishme, për shkak që vetë rrugtimi drejt garës, po ashtu vetë ky proces është promovim i kinemas të Kosovës, po promovim edhe i kulturës edhe i Kosovës në përgjithësi. Kështu që mendoj që duhet që përgjithësi përveç neve si institucione, këtu në këtë kontekst mund të luajnë rol shumë edhe qytetarët, sidomos tash me mediat sociale në 10 vitëshin e fundit, edhe kampanjat e tilla një pjesë të madhe të promovimit me publikun bëhet përmes mediave sociale. Kështu që i ftoj edhe publikun që të ndihmojnë, që ta ndajnë këtë film, që ta shpërndajnë sa më shumë, që të shikojnë filmat. Të dy filmat do të shfaqen në shtator, për spaku 7 ditë rresht. Kështu që i ftoj që të vinë të shikojnë këta dy filmat arritur të Kosovës, edhe pastaj edhe t'i komentojnë, edhe t'tregojnë çfarë mendojnë, po edhe t'i shpërndajnë e t'i promovojnë. Ju faleminderit shumë që pranuat jeni pjesë e emisionit. Ne ju urojmë suksese edhe qendrës, po edhe dy filmave të cilët janë në garë. Shumë faleminderit, Ira, knaqësi.